Bashkimi Evropian ka hapur rrugën për nisjen e fazës së parë të negociatave të anëtarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, një proces që ishte shtyrë për më shumë se 2 vjet për shkak të pengesave politike brenda vetë Unionit. Sipas presidencës aktuale të Këshillit të Bashkimit Evropian, shtetet anëtare kanë arritur një marrëveshje të përbashkët që i hap rrugë fillimit të kësaj faze, pasi janë përmbyllur të gjitha përgatitjet teknike dhe institucionale të nevojshme. Procesi i cili ka nivel formal kishte nisur që në qershor të vitit 2024, ishte bllokuar nga vetoja e Hungarisë, e cila kishte penguar hapjen e kapitujve të parë të negociatave të anëtarësimit. Llogata u hoq pas ndryshimit politik në Budapest dhe pas një marrëveshje të re mes qeverisë hungareze dhe ukrainase që lidhet me forcimin e të drejtave të pakicës hungareze që jeton në territorin ukrainas. Faza e parë e negociatave e njohur si grupi i parë fokusohet në vlerësimin e funksionimit të sistemit të drejtësisë, administratës publike dhe përputhshmërisë me standardet bazë të Bashkimit Evropian. Procesi i anëtarësimit në BE është i ndarë në 6 grupe dhe përfshin gjithsej 33 kapituj negociues, të cilët trajtojnë fusha të ndryshme të reformave politike, ekonomike dhe institucionale. Zyrtarët evropian tekstojnë se negociatat e anëtarësimit janë në proces afatgjatë që zakonisht zgjat me vite dhe nuk garanton automatikisht përfundimin e suksesshëm, pasi vendet kandidate mund të përmbushin standarde të rrepta. Si shembull i një procesi të zgjatur dhe ende të pambyllur, përmendet edhe Turqia, e cila hapi negociatat me Bashkimin Evropian në vitin 2005, por sot ato mbeten të ngrira për shkak të regresit në fushat e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave themelore.